Si mund të ngroheni në shtëpi pa harxuar energji elektrike? Janë 9 hapat që duhet të ndiqni. Nëse gjatë ditës me diell mund të na ngrohë paksa dielli në mbrëmje, kuptojmë se sa e vështirë është që të qëndroni në ambiente të ftohta. Të gjithëve na shkon mendja për një supë ose për një çokoladë të nxehtë. Mos ka ardhur koha të ndisni edhe ju ngrohsen. Për të gjithë ata që duan të kursejnë, ja disa këshilla sipas ekspertëve. Mbrojeni këmbët dhe kokën, vishni çorape të trasha dhe vendosni kapele. Shmangni veshjet sintetike, ato do ju djersisin dhe do të keni gjithmonë ftohtë. Konsumoni produkte me kalori, proteina dhe produktet që përmbajnë elementë të mirë ushqyes. Preferoni pijet e nxehta si çajin, kafen ose çokolladat. Gjatë natës, shishja me ujë është mikesha më e mirë. Preferoni diellin e ditës, mbrojini dritaret dhe mbyllini të gjitha hapësirat që shkaktojnë ftohje, mbyllini dyert dhe vendosni tapeta gjatë ambienteve tuaja.